بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Për me punu duhet me formu një ambient. E Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar në Kur'an që ne të kërkojmë dikën që na shtyn me punu. Ashabul Kahfi fitjetun amanu bi rabbihim. Një grup djelmosha që e besuan Zotin edhe për këtë sakrifikun, grupeshen, jo individ. Thëtë Allah Azza wa Jall, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Dhe ndihmoni për punë të mira dhe për devotshmëri. Wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. E këshilloni njërin tjetrin me hak, e këshilloni njërin tjetrin me sabër. Wa tawasaw bil-marhama në surën Balad. Dhe e këshilloni njërin tjetrin me mëshirë, që do të thotë kena nevojë si grup për me punu punë të mira duhet ti me ndihmu vllaun, vllau me të ndihmu ty. Ti me kap atë, ai me të kap ty. Ti me shpëtu atë, ai me të shpëtu ty. Çështo është ligji i punës për hir të Allahut Azza wa Jall. Për ndryshe, kime met i vetmum. E i vetmumi gjithmonë është shumë xahilet për iblisi. Shumë xahilet për epshet e tij. Shumë xahileta për një pamje. Shumë i lehtë është. Ndërsa kur je me dikën, fuqia e imanit dhe bashkimi i 2, 3, 4, 5 muslimanëve e përzen iblisin dhe e përzen ushtrinë e tij. Për këtë shkak duhet me ditë që për me punu duhet me pas një farllëj ndihmese me zveti. Mja kujtu një tjetrit në punë caktuar, me urdhëru për të mirë, me ndalu nga e keqja, me bo një kontratë, një marrëveshje me dikën që për hir të Allahut Azza wa Jall apo bëjmë këtë punë dhe sot jam unë edhe ti gjallë dhe sot jena me menën në kry e me imanën në zemër, s'kena me lu dhe kena me kujtu njëri tjetrin për këtë punë. A ka të keqe kjo? S'ka të keqe, sahabët edhe kanë diçka të tilla, po sahabët këshilloheshin dhe çortoheshin në njëjtën kohë për punë të mira. A ke bu ose ke bu? Ku je vëllai jam me Kur'an? Ku je vëllai jam me këto dhe me atë? Jo për mu kallzu para dikujt, për shkak se ato duhet mi kry njeri në një fazë më herët. Tash është çështja, është hap, gara, nuk ka më vakt mi lidh thojat. U kry tash është koha veç e vrapimit. Për këtë shkak duhet me gjetë dikën secili prej neve që e ndihmon në këtë punë, e ndihmon në këtë rrugë.